Policia e Lezhës ka arritur të zbardhë plagosjen e ndodhur pasdite në Somërkurës në Mamuras të Kurbinit, ku qëllua marrë zjarri 50 vjeçari Marketin Pjetër Marku. Në lidhje me këtë ngjarje janë identifikuar dhe shpallur në kërkim 18 vjeçar, shtetasit Roeni Noka dhe Oligert Ndreca, banues në lagjen Zef Hoti në Mamuras. Nga tërësia veprimeve hetimore të kryera, rezulton se ngjarja ka ndodhur pas një konflikti të qastit, teksa 50 vjeçari, i cili kishte pak ditë që ishte kthyer nga Anglia, ju kishte kërkuar autorëve që të lëviznin me kujdes me makinë dhe të mos xhironin gomat para portës së shtëpisë së tij. Kjo ka mjaftuar që ata të debatojnë me njëri tjetrin dhe njëri nga të rinjt ka nxjerrur armën e zjarrit pistolet që mbante me vete dhe ka qelluar 2 herë në drejtim të Marketin Pjetër Markut. Njëri nga plumbat e kapi në dorë 50 vjeçarin, i cili pasi mori ndihmën e parë mjekësore në urgjencën e Mamurasit u dërgua në spitalin e traumës në Tiranë, nga ku mësohet se ndodhet nën kujdesin e bluzave të bardha jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë janë ushtruar kontrolle që për mbrëmjes së Somërkurës, por nuk kanë arritur ende që të bien në gjurmët e autorëve.